أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimet, lavdërimet ja drejtojmë krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur dhe e ndjekin këtë rrugë me bindje të thellë, të plotë dhe me vendëshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun Azza wa Jall që prej neve të pranon agjërimin tonë dhe gjitha ibadetet tona të cilët po i realizojmë në këtë muaj të bekuar. Lutim Zotin që agjërimi i Ramazanit të jenë dëshmi për ne e jo kundër nesh. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: kush e lexon surën Kaf në ditën e gjuma, Zoti e ndrit me nur atë deri në gjumën tjetër. Kanë thënë ulemaja, Allahu xhalleshanu ka përcaktuar dy këshillues kryesor, njërin të domosdoshëm, të dytin nafile të vullnetar. Ai i pari është hutbeja e xumës, ndërsa i dyti është leximi i surës Kaf. Surja Kaf, emri i saj në gjuhën shqipe do të thotë shpella. Shpella ku simbolika e saj ka zërë një vend të rëndësishëm në sferën e filozofisë, letërsisë, artit, kulturës, si dhe në fe. Shpella ku simbolika e saj ka zërë një vend të rëndësishëm në sferën e filozofisë, kulturës, artit, letërsisë dhe fesë. Pavarësisht se aty mbisotron ftohtësia dhe errësira, aty lindi dielli që ndriti dhe ngrohu mbar botën. Në mesin e gjithë kësaj, kurioziteti për shpellën zgjohet edhe më shumë atëherë kur Allahu xhalleshanu emërton një sure të tërë në Kur'anin e Kerim me emrin shpella, El Kahf. Për të kuptuar arsyen e emërtimit të kësaj sure, fillimisht duhet hedhur një vështrim poshteve kuptimore të surës të cilët i përmban surja. Kuptimi në tërësi i surës është paraqitur në 4 ngjarje: në atë të banorëve të shpellës, pronarit të kopshtave, Musës a.s. me Hidrin dhe Dhulkarnejnit me popullin e tij Yexhuxhët dhe Mexhuxhët. Secili tregim përfaqëson një mori kuptimesh, ku i pari ka të bëjë me sprovën e njerëzit me fen, i dyti sprovën e njerëzit me pasurinë, e treta sprovën me dituri dhe e katërta sprovën me pushtet. Sidoqoftë, kur shohim se pikërisht këto janë sprovat kryesore të njerëzit përgjatë gjithë jetës së tij, atëherë këtë sure mund ta sintetizojmë në frazën surja e sprovave të njerëzit. Meqense shpella ishte vendi ku filloi misioni dhe ndërtimi i rrugës së shpëtimit të njerëzimit, atëherë me të njëjtin emër u emërtua edhe surja e cila i trajton këtë sprova. Me që shpella ishte vendi ku filloi misioni dhe ndërtimi i rrugës së njerëzimit, pikërisht kjo ishte arsyeja pse u emërtua një sure e cila i trajton sprovat e njerëzit në këtë botë. Shtrohet pyetja: meqense surja mbar tregime të ndryshme, atëherë pse Zoti xhalleshanu zgjodhi ngjarjen e banorëve të shpellës për ta emëruar surën me emrin shpella? Në Kur'an është shumë më rëndësi edhe renditja e shkronjave, jo vetëm se renditja e ngjarjeve, sepse disa thanë se Allahu emërtoi surën me emrin shpella për arsye sepse e trajton ngjarjen e banorëve të shpellës të parën dhe kjo ndikoi në emërtimin e saj. Mirpo, në Kur'an është shumë më rëndësi edhe renditja e shkronjave dhe jo vetëm. Katër ngjarjet prekin probleme komplekse të shoqërisë njerëzore në përgjithësi, ndërsa ajo e banorëve të shpellës ka dimensione edhe më të gjëra. Ata ishin të rinj që publikisht shpallën besimin e tyre për t'u treguar të vërtetën edhe njerëzve të tjerë, sakrifikuan vetveten për interesin e përgjithshëm. Kurse tregimet tjera, edhe pse reflektojnë kuptime kolektive, ato përsëri më shumë i takojnë sferës personale. Pra, emërtimi i surës me emrin e kësaj ngjarje, me ngjarjes së banorëve të shpellës, tregon se interesi kolektiv është para interesave personale. Po ashtu, kjo ngjarje ndodhi si rezultat i një grupimi të rinjve.
Pasi vetë surja trajton sprovat e mundshme që njeriu përgjatë jetës së tij i përjeton ato, atëherë mënyra më e mirë për të shpërtuar nga një bela e caktuar është bashkimi i të rinjve. Emërtimi i surës me këtë emër tregon se kush duhet të jenë të parët të cilët duhet të hedhin hapin e ndryshimit në shoqëri. Po ashtu, për ta kuptuar arsyen e emërtimit të kësaj sure me emrin shpella, duhet pasur parasysh 3 çështje. E para, leximi i kësaj sures çdo ditë apo natë të xhuma është veprim i pëlqyer. Siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush e lexon surën Kehf ditën e xhumas, Zoti e ndërrit me nur atë deri në xhuman tjetër. Leximi i Kuranit Kerimit në gjuhën, edhe pse nuk e kuptojmë, është ibadet. Mirpo ibadeti më i preferuar është ai lexim kur i bashkohet kuptimi dhe meditimi. Pra atëherë është ibadeti më i preferuar. Kur jemi te surja Kehf, duhet kuptuar se njëra nga arsyet që kjo sure të lexohet çdo ditë të xhuma është njeriu që ta lexojë dhe të meditojë rreth domethënieve të cilat i predikon surja mbar njerëzimin. E dyta, surja trajton probleme të zakonshme, të përgjithshme dhe shumë dimensionale në raport me jetën e njeriut. Prandaj kërkohet që kjo sure të lexohet çdo xhuma, në mënyrë që njeriu çdo javë të rishikojë këto urdhëresa, këto këshilla. Edhe atëherë kur ai ka mundësi që t'i harroj, vjen e xhumaja tjetër dhe ai prap mediton mbi to dhe i rikujton përsëri. E treta, Zoti xhaleshanu ka caktuar dy këshillues kryesor për njerëzimin. E para është hutbja e xhumas, e cila kërkon meditim, edhe e dyta është leximi i surës Kehf, po ashtu edhe kjo kërkon meditim. Nëse i marrim parasysh këto 3 çështje, atëherë gjëja më e rëndësishme që kërkohet është meditimi, sepse të trija kërkojnë meditimin. Vendi më i përshtatshëm për të medituar është shpella, sepse aty mbizotron qetësia, vetmia dhe izolimi. Kështu që me leximin, nëpërmjet leximit të surës Kehf çdo xhuma, kërkohet edhe meditimi. Njeriu kërkohet që atë ditë të vesh edhe petkun e meditimit. Dhe ata të cilët e ndëgjojnë hutbën e xhumas, kërkohet që pas saj, pasi ta ndëgjojnë hutbën e xhumas, të meditojnë dhe të reflektojnë. Kjo ishte sa i përket emërtimit të surës. Thamë më herët se kjo sure në tërësi mbart kuptimin e sprovave, ose mund ta quajmë ndryshe surja e sprovave. Mirpo, ajeti i parë i surës fillon me Elhamdulillah. Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Falëndrimi i takon Allahut që ja zbriti robit të tij librin dhe e bëri atë pa devijime, e bëri atë të pandryshueshëm. Surat kuranore dallohen edhe nga forma se si fillojnë ato. Janë 5 sure në Kur'anin Kerim të cilat fillojnë me sintagmën Elhamdulillah. 5 sure janë ato, e para është El-Fatiha, e dyta El-An'am, e treta surja Kehf, e katërta Sabbe dhe e pesta surja Fatir. Falënderimi, hamdi në fillimin e çdo surës është i lidhur ngushtë me përmbajtjen e surës. Në surën Kehf, shtyllat kryesore, thelbësore, kuptimore janë sprovat e jetës. Edhe falënderimi i Allahut në fillim është bërë për zbritjen e librit, sepse mënyra e vetme për t'i kapërcyer këtë sprova është platforma hyjnore. Mrekullia tjetër është se surën Kehf, Zoti e vendosi të jetë në mesin e 5 sureve të cilat fillojnë me falënderim. Ajo meqense është në mes të 5 sureve, po ashtu është në mesin edhe e tërë Kur'anit Kerimit. Kjo tregon se ekuilibri i gjithë krijimtarisë së Allahut mbahet vetëm me kitabin, mbahet vetëm me Kur'anin Kerimin. Allahu i lartësuar thot për Kur'anin Kerimin, ai është huden linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Kur'ani është udhërrafim për njerëzit, është udhëzues edhe e ndallon të vërtetën prej të pavërtetës. Prandaj, kush e merr Kur'anin si udhërrafyes në jetë, nuk humb në sprovat e jetës, sepse ai ka dritë, ka kriter dhe ka udhëzim nga Allahu xhaleshanu.